Seanca për dosje metamorfoza është shtyr për në datën 5 qershor në orën 15. Shkak është bërë mungesa e përfaqësimit të duhur ligjor për një prej të pandehurve. Avokati mbrojtësi Asmer Bilalit, Sokol Tahiraj, ka paraqitur një raport mjekësor duke pretenduar pa aftësi për të ushtruar detyrën dhe përpasoj ka kërkuar shtyrjen e seancës. SPA ka reaguar duke kërkuar që të shmangen vonesat procedurale të shkaktuara nga avokatët mbrojtës dhe ka kërkuar caktimin e një avokati kryesisht që është njohur më parë me dosjen për të garantuar vijimin e procesit. Gjykata caktoi avokatin Pranvera Doçi për të përfaqësuar interesat e të pandehurit Asmer Bilali. Megjithatë, Doçi ka deklaruar në sallë se është njohur vetëm me aktet që lidhen me të pandehurin Ardit Hasanbegaj dhe jo me dokumentacionin për Bilalin, duke konsideruar të pamundur mbrojtjen e tij në këtë fazë. Trupa gjykuese vendosi revokimin e vendimit të mëparshëm për caktimin e avokates Pranvera Doçi për mbrojtjen e Bilalit, shtyrjen e seancës gjyqësore dhe vendosjen e një gjobe prej 30.000 lekësh ndaj avokates së Asmer Bilalit, Anila Xhafa, për mos respektim të detyrimeve ndaj gjykatës.